Teleshikues të nderuar, mirë mbrëma, jeni me mua Bindina Sherifen në emisionin ton Mes Nesh. Në këtë edicion sot kemi përgatitur diçka vërtet speciale me një person shumë të veçantë dhe special për neve. Kam deri dhe kënaqësinë që në studion time të kem edhe profesoreshën si dhe aktiviste e organizatave jo qeveritare, kryesisht në organizatat për të drejtat e grave. Në studio me mua kam Ferdize Sulejmani. Profesoresh, kënaqësi. Kënaqësi edhe unë të jem sot me juve, Bjondina. Unë ju përgëzoj për emisionin, por dua një përshëndetje të veçantë për pronarin e televizionit tuaj, për kurajon e saj që të hap një televizor, një grua tjetë drejtoresh, që në rrethinën tonë janë paksa të ralla. Ju përgëzoj edhe për emisionin tuaj, keni emisionet të shkëlqyshme dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit shumë, e vlerësoj se që jam sot me juve këtu. Sidomos kur vjen nga ti, e vlerësoj vërtet shumë. Profesoresh, ne dëshëm së pari të nisim me një prezantim të shkurt për veten tënde, për aktivitetet që zhvillon, profesionin që ke dhe gjithçka, edhe pse nuk dyshoj që as qytetar gati di për emrin tënd dhe për kontributin tënd që ke bërë në shoqëri. Po, është e vërtet, Bjondina, puna ime ka filluar para 37 viteve, i bëra 37 përvoj pune në arsim. Një periud kam punuar dikur si shtëpi e pionerve ose qendër kulturore e fëmijëve për 17 vite me radhë, por fatkeqësisht ajo pas një kohe, pas 17 viteve u mbyll si qendër dhe ma nuk funksionon, fatkeqësisht po e them. Për fatin tim të mirë, kisha që mbas 3 viteve pak pushim nga arsimi, u punësova në shkollën e mesme teknike, komunale, në Nace Bugjonit, dikon ishte viti 2006, sa më kujtohet, po 2006 se vitin arshëm bëj plot 20 vite në atë kolektiv, dhe jam shumë e lumtur që jam pjesa ati kolektivi, që për 20 vite nga duart e mia kanë dalë shumë gjenerata të reja, në mesin e tyre dhe ti, në zënës e shkollës tonë, e gjeneratave që dikur vërtet bënin aktivitete, punonin mirë, ishin shumë të suksesshëm, dhe suksesi në zënësve tonë neve na jep gjithmonë një kënaqësi të dyfisht, për shkak se e dim që rezultate dhe mund të them që pjesë e punës tonë jeni ju, jeni ardhmëria jonë. Mund të shpërblehet, definitivisht. Puna në arsim për mua ka qenë gjithmonë kënaqësi, dhe jam shumë e lumtur që edhe pas kaq viteve përvoj, unë shkoj në punë me kënaqësi, ndjem shumë mirë me nxënësit, jam e kënaqur me punën time dhe mundohem që gjithmonë ta jap maksimumin për nxënësit, sepse fundja e kemi obligim, se unë jam gjithmonë e them se puna me nxënësit është punë me ardhmërinë tonë, po është punë me kombin tonë. Nëse ne punojmë mirë me nxënësit e tonë, nëse ne punojmë mirë me gjeneratet e reja, sigurisht se ndërtojmë një komb më të ngritur, më të shkolluar, më të vetëdijshëm. Fatkeqësisht, ndoshta nuk mund të them që në ditët e sotme arsimi është në atë nivel siç ka qenë dikur. Sepse fatkeqësisht, po e them edhe më vjen keq që e them kështu, sepse nëse dikur, për shembull, nxënësit në klasë, kur unë në ato fillimet e mia në shkollë mesme punoja, sidomos në klasat e mjekësisë, sepse unë gjithmonë kam punu me klasat e mjekësisë, i kam pas gjithmonë nga 3 klasat e mjekësisë, po pastaj edhe në elektro, edhe në makineri, pothuajse i kam pas gjitha drejtimet. Dhe aty ka qenë gjithmonë kënaqësi të shkosh në klasë se kur ja u kam dhënë me lexu një vepër, domethënë kanë qenë ndoshta 2-3 të cilët nuk e kanë lexu, por ndryshe gjithë të tjerët kanë lexu. Kurse tani leximi 2-3 që lexojnë e kundërta, domethënë, është normal, ndoshta nuk ban me qenë edhe shumë kritik për shkak se në atë aspekt zhvillimi i teknologjisë e ka bët vetën, se atëherë nuk kemi pas telefona sikur tani. Por unë tani u them nxënësve gjithmonë, kur jemi duke folë për arsimin konkretisht, unë ju them gjithmonë që ju që tani po jetoni në këtë kohë të zhvillimit të teknologjisë, ju botën e keni në dorë, sepse vetëm me një klik ju mund t'i hapni gjitha faqet që keni nevojë. Mund të hapni ChatGPT, të kërkoni gjitha përgjigjet që keni nevojë. Edhe me pak punë mund të arrini shumë. Po edhe sistemi i arsimimit ka ndryshuar, nuk është siç ka qenë dikur. Domethënë nëse dikur në shkollë të mesme, për shembull, ne gjithmonë i kemi pas të 3 mujorshat, por tani edhe në ciklin e lartë ose të themi në fakultet, nxënësit po me kollokviume po i kalojnë provimet, që do të thotë se është bërë një lehtësim më i madh. Mundësitë janë shumë të mëdha, shumë më të mira,
vetëm nxënësit duhen të jenë vetëdijshëm dhe të shfrytëzojnë këto mundësi të cilat ju ofron edhe teknologjia për ta shfrytëzuar në favorin e vet teknologjinë, jo për të se është fakt që sot gjithë secili po e punon telefonin ose po merret me diçka, por është mirë që unë për veten time gjithmonë i këshilloj nxënësit që ta shfrytëzojnë teknologjinë për të mirën e tyre në favor të mësimit, në favor të ideve të reja, në favor të një ndërtimi të një shoqërie më të zhvilluar ashtu siç kemi nevojë të gjithë ne, sepse normalisht unë nuk mund ta krahasoj veten time në përdorimin e teknologjisë në krahasim me nxënësit ose gjeneratat e reja. Fatkeqësisht tash edhe neve si më të vjetër na ka kap ajo zhvillimi i teknologjisë dhe deshëm apo s'deshëm ne duhet ta përdorim. Jemi detyruar të qëndrosh asaj bote. Jemi të detyruar për shkak se dikur e kemi pas ditarin që unë për veten time gjithmonë e kam quajt armën më të fortë të mësimdhënësit, të profesorit, të mësuesit, sepse disi kur e ke marrë ditarin dhe ke shku nort ti ke pas një autoritet më të lartë. Tani jo ndoshta që na ka rënë autoriteti, por nuk është ajo siç ka qenë dikur dhe kemi deshëm apo s'deshëm kemi me mbush ditarin elektronik, orët, gjitha zhvillimet bëhen nëpërmjet teknologjisë. Dhe desha apo s'desha dush ta mësosh. Me që jemi tek teknologjia dhe me që jemi tek autoriteti, do t'i ndërlidh dhe dy pyetje të cilat më interesojnë tash. Ju përmendet vetë edhe ChatGPT-n, përmendet që me një klik çdo gjë dhe çdo informacion që të nevojitet e ke përpara. Ju si mësimdhënëse, në momentin që kontrolloni ose e bëni atë check të dijes së nxënësve, a mendon se ChatGPT ose të marrët informacionit të gatshme po i bën nxënësit pak më robotik, të mos mundohen shumë, të kenë gjërat më lehtë të servuara për ju, apo e vreni këtë dallimin mes mënyrës ose mundit të mësimdhënies për ta nxënit mësimin më lehtë? Po, këtu vëret ai dallimi, sepse mënyra e marrjes informacioneve më lehtë i bën pak ma dembel në një mënyrë. Po në anën tjetër, për shembull, e kanë më lehtë edhe për të ardhur deri te rezultati, po deshën. Po, sepse për shembull unë gjatë mësimit, unë edhe shumë kolegë të mit, për shembull e përdorim teknologji, se i kemi deraset elektronike, kemi laptopat që mund t'i përdorim për shembull gjatë mësimit, dhe për shembull unë e përdori atë mënyrën e përgatitjes së mësimit, i ndaj mësimin 2-3 nxënësve prej përpara, ato e përgatitin me slajde, që ta tregojnë, unë i kam thënë gjithmonë, mënyra e marrjes së një përgjegjësie ose përgatitjes së një mësimi është me mësu nxënësin me marrë përgjegjësinë dhe me ndje vetën se si ndjehet ai kur dale para shokëve të vet. Për mua është shumë e rëndësishme. Po pastaj kur fillojnë ato me shpjegu, normalisht unë jam ajo që e koordinoj orën. E koordinoj bashkë me nxënësit të cilët e përgatiten. Po është shumë punë e mirë sepse çdo nxënës i jepet mundësia të dalë para nxënësve, të prezantoje. Po, në ndërkohë unë jam ajo e cila edhe e koordinoj, po dhe jap sqarime plotësuese. Shpesh herë, kur jap ato sqarimet plotësuese, kam dëshirë që çdo herë t'ju ndërlidhi me praktikën, me jetën e përditshme. Sepse librin e kanë, mundën ta lexojnë, po atë që e lidh me jetën e përditshme është shumë më e vlefshme dhe ndoshta ndonjëherë më shumë ajo i kujtohet edhe më e kapshme. Për shembull, kritikën mbi një vepër kur e bëjmë. Për shembull, unë gjithmonë e lidhi me përditshmërinë. Mesazhet që ka dashur me i thonë autori, ndoshta një autor që ka jetuar në një sistem krejt tjetër, po ka shumë gjëra që përshtaten edhe me sistemin e demokratik që tani nxënësit e jetojnë. Po unë ju them shpeshherë, ju nxjerreni mesazhin tuaj, mua jo nevojitet, që ta shoh ju si e keni kuptuar, si e shihni tani, ku mund ta përdorni në praktik. Dhe është shumë e mirë, po pastaj ndodh edhe gjatë orës për shembull ndonjëherë që shembull fjalët e panjohura. Unë e pyes si e ke kuptuar këtë fjalë, ndoshta nuk e ka kuptuar nxënësi. Po them nuk mund të kalojsh çat fjalë ta kalojsh që se ke kuptuar e ta mësosh pjesën tjetër, se të mbetet një zbrastir aty mes. Edhe në atë moment i tham, hajde hyni një cilë e keni më lehtë, ose më i shpejt që është, kërkoni që këtë fjalë, çfarë kuptimi ka, do të thënë e gjejnë me njëherë. Është një mundësi e mirë. Për ndryshe, ma përpara është dish me kërku fjalorin edhe me gjetë. Tani hynë aty për aty edhe e gjenë përgjigje. Po, e vërtet, teknologjia ka lehtësuar shumë gjëra dhe. Ka lehtësuar shumë gjëra, normalisht leximi pak më mbrapa ka met mirë, po shumë gjëra i ka lehtësuar sepse trit, po them që botën e kanë në dorën e tyre. E tani sa janë të aftë që ta shfrytëzojnë atë të mirë, mbetet në dëshirën e tyre, se
ne, për shembull, edhe mësimet si dikur që shi kemi mësu ndoshta, edhe që shi kemi kërku, tani kërkojmë në një mënyrë pak më tre, që sa e kuptojnë, sa është e kapshme, tash ndoshta edhe shkrimtarët kur i lexon se programet i kemi ndoshta 20 vite të njëjtët plan programe i kemi, nuk kanë ndryshuar shumë, por shpeshherë e bëjmë krahasimin me shkrimtarët të cilët kanë jetuar në një kohë dikur dhe të cilët jetojnë tani. Dhe kur e bën atë krahasimin, nxënësit sadokudo se për shembull një nxënësi të vitit 2000 që ka lind për shembull, apo të vitit 2006, por atë është e panjohur edhe lufta e Kosovës. E vërtet. Po, ato 2006-ës e kanë dëgju, po është e panjohur edhe 2001-sha, sepse ato s'kanë qenë fare. Dhe tani shpeshherë unë kur merr të jap sqarime, thamë di që ju nuk e dini ndoshta, po ta merrni si informacion ta keni, sepse është një e kaluar të cilën ne nuk duhet ta harrojmë, se shpeshherë mësojmë nga e kaluara për ta ruajtur të ardhmen të gjithë dhe për ta ndërtuar. Profesore Shyeta, këtë më herët që edhe unë isha pjesë e gjeneratës. Sigurisht që po. E pajmen shumë mirë në për korridoret e shkollës, vullnetin tuaj, pozitivitetin tuaj kur kalonit korridoreve. Dhe desha të di ku e merr një motivin, cilë është motiv. Se s'ju kam dhënë mësim. Edhe se nuk me ke dhënë mësim. Gjërat pozitive vrehen, aura pozitive ndikon tek të tjerët dhe vrehet ajo. Ku e merr një atë pozitivitet, atë motiv që ti mësoni nxënësit, t'u jepni dashurinë rreth arsimit, librit, gjuhës shqipe në këtë rast? Shef, unë thash më herët që ajo puna ime me aktivitetet lira që e kam pas gjithmonë me nxënës, edhe ajo afërsia ime me nxënësit, për shembull në shtëpinë e pionerëve kemi pas shkrim poezive, recitime, pjesëmarrje në për programe. Po, edhe puna ime që e kam bënë për pjesëmarrje të ndryshme të seminareve, trajnimeve, më ka ndihmuar, shumë më ka ndihmuar që unë t'jem një profesoreshe këtillë. Ndoshta ndonjëherë pak jam e rrept, por më tepër jam, po, mundojmë që jo e rrept, po ta mbaj atë autoritetin e profesorit, se sado që ne t'jemi të afërt me nxënësin, duhet të ekzistojë një kufi mes nxënësit edhe profesorit. Gjithmonë. Unë mendoj. E këtë e krijon ti vet autoritetin tëm para nxënësit, që kur him në klasë, ndoshta 2 minuta, 3 minuta, po edhe 5 minuta mund të bisedojmë diçka një temë të lirë ose t'jemi më pozitiv me nxënësit, e pastaj kur të vazhdojmë me punë. Edhe nxënësit e mi e din këtë. Po, thash pak më parë Ceka që puna në për trajnime dhe seminare të ndryshme më ka mundësuar që unë si mësimdhënëse të mundohem që prej nxënësve ta nxjerr më të mirën e tyre. Dhe ajo mënyra e mësimit, e përgatitjes mësimeve, gjitha këto më kanë ndihmu që unë vërtet ta jap më të mirën për nxënësit, po edhe ta nxjerr më të mirën. Më kujtohet sikur tani isha me një seminar me një shoqat e Maqedonisë, Nansen Dialog Center, ka zgjatë seminari për 1 vit, e kam kryer ai është seminar për aktivitetet e lira jashtë mësimore me nxënësit, dhe në një konferencë që e kishim me atë shoqatën, pasi që e kemi kryer atë trajnimin, ishte një ligjerues, mendoj që ishte i Francës, dhe më ka mbetur në kokë, domethënë, thotë ne jemi ato, më falni, thotë ne jemi ato, mësimdhënësit, jemi ato të cilët duhet t'i zbulojmë, t'i motivojmë, po dhe t'i zbulojmë talentët e ri. Dhe e tregonte një rast se si për shembull ai e ka zbulu si mësues, si mësimdhënës, e ka zbulu një vajzë e cila kur nuk ishte fol, e kishin llogaritësi të dobët, e heshtur, dhe ai rastësisht në 1 orë ka zhvilluar orën e mësimit për fluturat. Dhe ajo vajza e ngri dorën edhe thotë, profesor, thotë, a mund të them unë diçka për fluturat? Thotë, po si jo. Edhe kjo zgjohet edhe tregon për fluturat, sepse gjyshi i saj kishte qenë një koleksioner i fluturave. Dhe në atë moment, domethënë ka qenë ajo ora e biologjisë, që atë nxënëse e ka motivuar që në të ardhmen ajo të bëhet nxënësja më e mirë në shkollë. Domethënë, pastaj profesori kishte organizuar me shku me vizitu ato gjithat koleksionin e fluturave, ajo ishte ndjesh shumë mirë, dhe në fakt kjo është metoda më e mirë ne për të zbulu talentat e ri. Se normalisht kemi ndonjëherë nxënës të cilët janë më të heshtur, kemi nxënës të cilët janë hiperaktiv, dhe ti dush ta gjesh mënyrën se si ta qetësosh. Ndoshta ndonjëherë vetëm me një fjalë motivuese ne ndihmojmë, ose ndonjëherë kur ka dhënë një përgjigje të mirë, ne ndihmojmë që ai të dalë prej asaj atmosferës vet
dhe të kyçet në një realitet me shokët e tjerë, të dale prej një, si them, ndoshta një botë nga njëre pa njohur shumë për neve, sepse në fakt ne nga numri orëve që i kemi nga klasa në klasë, apo nga ajo që ne nuk mund t'i njohim të gjithë nxënësit, edhe duke mundu me zhvillu edhe mësimin edhe krejt, shumë gjëra nuk mund me i zbulu të nxënësit. E vërtet. Do me thënë kërkon kohë që t'i zbulosh talentin e tyre, po unë për vetën time jam shumë e lumtur se më ka ndodhur shumë shpesh që nxënësit më kanë thënë profesoresh ki qenë motivuese që unë sot jam kjo që jam. Dhe ndoshta një me qenë ose dy në klasë të tillë, unë jam shumë e lumtur dhe më thëmë punën time e kam kry mirë. Mirë po, unë si rezultate llogaris edhe suksesin e nxënësve, sepse normalisht ne i kemi gjitha drejtimet në shkollën tonë, edhe varet edhe me çfarë suksesi vinë nxënësit, për shembull drejtimi i mjekësisë, të gjithë vinë me 5.00, që nuk do të thotë se deri në fund mbarojnë ashtu, por është një sukses i cili tregon se po baza është e fortë, po. Dhe aty kemi për shembull nxënësit shumë të mirë, deri në fund vazhdojnë me qenë edhe të shkëlqyeshëm edhe shumë të mirë edhe të mirë, po pastaj kemi drejtimin e informatikës ku edhe ti ke qenë aty një drejtim shumë i mirë, sepse shkollat profesionale momentalisht janë duke u motivuar për shkak se neve na mungojnë profesionet e ndryshme. Do të thënë na mungojnë profesionistë në sfera të ndryshme. Prandaj është mirë që nxënësit sa më shumë të përkushtohen në fakt sepse shkolla profesionale është zanat. Nëse arrin ta mësosh mirë, ti për çdo 4 vite mund të bësh një profesionist. Për shembull, për drejtimin tënd. E tash ajo të mundson edhe me vazhdu fakultetin, se është shkollë 4 vjeçare, me vazhdu ndoshta më vonë, sepse ndodh edhe kjo të nxënësit që sa janë në shkollë të mesme, ndoshta nuk janë edhe shumë të shkëlqyeshëm, janë dikon mirë, shumë mirë, po pastaj kur shkojnë në fakultet, sikur piqen, sikur e arrin atë nivelin e vetdijes dhe tregojnë sukses edhe më të mirë. Po, është mosha kur vendosin qëllimet e tyre për jetën dhe edhe ajo jep rezultate edhe më të mira. Kështu që motivi im kryesor gjithmonë kanë qenë nxënësit, ka qenë puna ime ose profesioni im të cilin e dua shumë dhe e punoj me përkushtim. Definitivisht jam e përkushtuar për këtë punë. Ndoshta natyra ime është e tillë që çdo punë që e kapi kam dëshirë ta çoj deri në fund dhe ta arrij me sukses. Fundja ne e kemi zgjedhur këtë profesion vet. Për mua është profesion i shenjtë. Sa është i vështirë për ta bërë në ditët e sotme, po ka qenë edhe dikur, po aq është edhe kënaqësi. Rezultatet e nxënësve janë kënaqësia që ti ja jep vetes tone, ja jep atë liri vetes me thonë që kam arrit me nxënësit, i kam parë rezultatet dhe vërtet është kënaqësi të punosh me nxënësit. E sidomos kur ke nxënës vërtet që e vlerësojnë punën, e vlerësojnë pozitivitetin, janë bashkëpunues, kjo është kënaqësia më e madhe. Ju e thatë edhe më herët dhe unë po a them me shumë bindje, ndoshta mund të jenë 2-3 nxënës që u thonë se jeni shembull, se motiv për ta, po unë di që në çdo shtëpi është një nxënës ku një mësues i ka lënë përshtypje për diçka, kështu që ju keni një rol të shenjtë, ju jeni vërtet njerëz shumë të vlefshëm për jetën e secilit, sidomos rinis. Sot do unë çdo të mirë për juve në rrugën të cilën keni. Deshëm apo s'deshëm ne ta pranojmë. Puna e mësuesit është vërtet punë shumë e shenjtë edhe shumë sa është edhe e vështirë, thash është edhe kënaqshme për ta bërë. Krejt varet se kush sa e ka dëshirë, por sidoqoftë ne si mësimdhënës e kemi obligim të japim mundin ton, të japim më të mirën për nxënësit, sepse fundja duhet me e ditë se ne edukojmë gjeneratet e popullit ton. Kur ti e di që edukon kombin tënd, dush të gjejsh motivin edhe mos me e pas. Edhe mos me e pas dush. Mision ky. Po. Për mua është mision, definitivisht. Edhe gjithmonë e them se për mua është mision arsimi sepse e kam zgjedhur këtë profesion, se më ka detyruar askush, po është njëkohësisht kënaqësi. Po mision është sepse unë edukoj popullin tim. Dhe kur unë i takoj nxënësit time në rrugë dhe i di që jo vetëm në rrugë, i takoj në profesionet të ndryshme, tani normal që mosha ime, unë edhe pak edhe 2 vite shkoj në penzion, mosha ime ka kaluar dhe gjeneratët cilat i kam mësuar para 20 viteve tani janë duke punuar dhe unë kur shkoj te mjeku e gjej në nxënës timin, shkoj në një sportele gjej në nxënës timin, për mua shumë kënaqësi. Leje që kaloj parent, po, kam shumë respekt.
Po, dhe kam shumë respekt për gana e nxënësve të mi, dhe ajo është kënaqësia ime më e madhe. Po kur ta pranon edhe nxënësi që vërtet ke kontribu për të, kënaqësia është e dyfisht. Po, dhe besoj që ky mision joni, do më thënë, ose ky mesazh tjetë mision për të gjithë mësimdhënësit edhe ato të ardhshëm, sepse kemi edhe gjenerata të reja, të cilët janë të shkëlqyer në punën e tyre dhe japin kontributin e tyre për gjeneratat e reja, deshëm apo s'deshëm, edhe pse ne si shkollë teknike kemi punuar në kushte jashtëzakonisht të vështira, por mësimi është mbajt, kemi pas rezultate, kemi pas punë. Pastaj unë si çdo herë, përveç punës që e bëj me nxënësit, kam punoj edhe në aktivitete tjera të shkollës, qofshin ato kur një periudhë i organizonim programet për 7 marsin, pastaj për 10 vite me radhë kam qenë koordinatore e projektit për shkollat të sigurta, ku shkolla jonë është pjesëmarrëse, dhe në atë projekt kanë marrë pjesë një grup i nxënësve tonë. Aty është një projekt i cili është realizohet me gjitha shkollat e mesme, dhe një aktivitet ma kryesor që e kemi çdo vit që organizojmë me gjitha shkollat është që për shembull për festën e Bajramit mblidhemi në një shkollë, për festën e Pashkëve në shkollën tjetër, për Krishtlindje në shkollën tjetër, kështu që gjitha shkollat marrin pjesë, edhe nxënësit, edhe prindërit, edhe mësimdhënësit. Është një punë shumë e mirë ku nxënësit bashkëpunojnë mes vetit, shkollave të ndryshme, të mesme, në bashkëpunim me sektorin për preventiv të policisë, domethënë të punëve të brendshme. Është një projekt shumë i mirë, po viteve të fundit nuk jam unë koordinatore, është një kolege tjetër e imja, por ne faktikisht jemi aktiv me aktivitetet e tona në shkollë. Ju përgëzoj për këtë gjë. Faleminderit. Në përgjallërinë që keni në çdo aktivitet. Po mundohem. Profesorisht, le të kthehemi edhe në një anë tjetër të cilën ju e keni postën mësimdhënies, të cilën e bëni shkëlqyeshëm dhe me shumë vullnet. Desha të di dhe për angazhimin tuaj në organizatat jo qeveritare. Ju kryesisht fokusire keni tek të drejtat e grave? Po. Kështu, kur flasë për organizatat jo qeveritare, tani ti më kthen shumë brapa. Më kthen brapa për një 30 vite, sepse aktivitetin në organizatat jo qeveritare, aktiviteti im faktikisht ka filluar diku pas formimit të lidhjes së gruas shqiptare, një periudhë ka qenë një kryesi ma herët, po unë kam qenë që atëherë aktiviste. Po pastaj, pas 4 viteve u zgjodh kryesia e re, unë u zgjodha antare e kryesisë, me shumë shoqe të mijat, me të cilat kemi punu dhe kemi kontribu, kemi dhënë kontributin tonë të palodhshëm. Dikur ishte vetëm punë aktiviste, punë vullnetare. Po më pas, do më thonë, mund të them lirisht para luftës së Kosovës, po pastaj gjatë 2001-shit, siç e din edhe opinioni, filluan projekte të ndryshme të realizohen në lidhje me zhvillimet e reja që ndodhen në Ballkan në përgjithësi. Dhe gjatë asaj periudhe, përveç që kemi pas, dhe me thënë, në fillim kemi pas aktivitete ma tepër humanitare, për të ndihmuar si Kosovën edhe në Maqedoni, për të dhënë ndihmën tonë, ndihmën e parë, si themi, tek popullata shqiptare. Po ma vonë pastaj fillun edhe disa nëpërmjet projekteve të cilat i kemi realizu, dhe më thënë, kemi arrit që edhe aty ta japim kontributin ton si organizat jo qeveritare grave, atëherë në lidhjen e gruas shqiptare. Më pas në vitin 2003, dhe më thënë, pas i mbaroi lufta, unë isha duke punuar me një projekt zhvillimi i demokracisë në Republikën e Maqedonisë me një shoqat suedeze Kfina tel Kfina, dhe aty filluam të punojmë me një projekt për barazi gjinore. Dhe me që sa atë projekt e zhvilluam bashkë me një shoqat tjetër Maqedone Sirma të Kumanovës, e zhvilluam një 2 vite dhe faktikisht si kur shoqata jonë Besa 2003, faktikisht aty u fokusuam atë për të punojmë me të drejtat e grave. Dhe me një grup të reja, do më thënë, cilat edhe ishin aktiviste në për projekte, vendosëm që ta bëjmë shoqata e grave, shoqata për të drejtat njerëzore të grave Besa 2003. Kryetare e së cilës jam unë, dhe vitin 2003 dhe më thënë e formuam si shoqat. Pastaj vazhduam me projektet cilat i realizonim edhe më parë, vazhduam me projektin për barazi gjinore, i cili ka pas një fokus për formimin e Komisionit për barazi gjinore në komunë, i cili në fillim nuk u formua me iniciativë të komunës, por
u sol ligji me iniciativë të parlamentit dhe u formua si komision. Faktikisht detyra e komisionit përveç asgjënore ka qenë të shifet në çdo aspekt se sa janë të përfaqësuara gratë në të gjitha sferat, ku ndajnë fondet e grave. Dhe kjo ndoshta ishte motivim që në vitin 2002 unë isha bashkë me një grup të grave nga Maqedonia në vizitë studimore në Suedi me shoqatën Kvina Tëll Kvina. Kjo ishte në vitin 2002 dhe atje në fakt në atë vizitë studimore mësuam shumë për aktivitetet e grave, se Kvina Tëll Kvina do me thënë gruaja për gruan. Vajza për vajzën ose grua për gruan? Gruaja për gruan, po. Gruaja për gruan, një shoqat jashtëzakonisht e fortë, e cila ka punuar në shtetet e Ballkanit, do me thënë edhe para luftës edhe pas luftës, po dhe tani ka disa aktivitete që i zhvillon në shoqat suedeze, dhe që aty do me thënë erdhi ajo ideja që ta formojmë këtë shoqat dhe ne pastaj vazhdu me projekte të tjera. Në vitin 2004 patëm fatin që ne si shoqat të fitojmë një projekt që ishte jashtëzakonisht i madh, projekt për bashkëpunim ndërkufitar Kumanov Gjilan. Dhe aty fokusi ishte bashkëpunimi mes dy qyteteve, një bashkëpunim i jashtëzakonshëm ku i kishim disa grupe punuese, grupi i trive, grupi i bujqve dhe grupi i përfaqësuesve të komunës. Dhe këtu mund të them dhe jam vërtet shumë krenare që këtë projekt dhe i vitin 2008 kemi realizu, ka qenë një projekt shumë i mirë, po fokusi kryesor ka qenë hapja vend kalimit kufitar Stënqiç Bellanoc, për të cilën unë jam krenare sepse kemi arrit, do me thënë me lobimin që e kemi ba, ne kemi lobu edhe në komuna, kemi lobu edhe në Likove dhe në Kumanove dhe në qeveri, kemi ba një libër për nevojat e qytetarëve të, për shembull të Gjilanit të Kumanovës, ose aty që janë në rrethin kufitar, nevojat e qytetarëve për të bashkëpunuar me zveti. Aty kanë qenë të kiqur edhe shoqata e bujqve të Likovës, agrikultura, ne si shoqata e bujqve të Kumanovës, dhe më thënë, po ka pas në kuadër të projektit, pastaj u formu një shoqatë e bujqve Agrounioni, ku kishim shoqatët e bujqve të Gjilanit dhe të Kumanovës si një shoqatë e vetme. Dhe kemi pas jashtëzakonisht suksese. Në këtë projekt kemi pas grupin e trive i cili ka qenë i jashtëzakonshëm. Çdo aktivitet që është realizu, ato e kanë filmu, e kanë prezentu në mediume dhe kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshëm. Prandaj, ky është motivi, se trit janë ato të cilët i bëjnë ato punë më të mira dhe më të mëdhaja dhe janë motivi kryesor. Dhe edhe aty në atë projekt i kam pas definitivisht organizatën e trive që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Dhe pastaj me mbarimin e këtij projekti e kemi pas edhe një projekt që e kemi pas të financuar nga qeveria, ky ka qenë diku në vitin 2009. Dhe prej atëherë nuk kemi pas një projekt konkret që e kemi realizu, por kemi marrë pjesë në për trajnime, në për seminare të ndryshme, ku kemi qenë të ftuar. Në ndërkohë, u formu kjo rrjeti shoqatave Vizioni pat iniciativë, mori iniciativë që të formojmë një rrjet të shoqatave, ku edhe ne si Besa jemi të antare, të pjesëmarrëse në këtë rrjet shoqatave që e quajtëm Horizonti. Dhe aty më tepër kemi, do me thënë, për festa, shpërndajmë ato ndihmë humanitare më tepër, sepse Vizioni edhe e kanë atë si qëllim, por ne si rrjet faktikisht bashkarisht i shpërndajmë në familjet që kanë më tepër nevojë, ka qenë për festën e Bajramit, Kurban Bajramit, çdo vit do me thënë kemi pas rregullisht këto. Pastaj momentalisht jemi të kyçur në një projekt ku është e kyçur sekretarja e organizatës Afërdita për lufta kundër tregtisë me njerëz. Në kuadër të komunës zhvillohet ky projekt, por kemi bashkëpunim edhe me shoqatët e Kumanovës, me të cilat edhe kemi pas më herët bashkëpunim. Do me thënë marrim pjesë bile tani së shpejti, e kemi formu një farë grupi në Viber, edhe kishim një takim kështu si shoqatët e Kumanovës, ishte një ide që mu formu një rrjet për bashkëpunim më të mirë. Do me thënë, puna jo nuk është ndalë asnjëherë, kemi vazhdu të punojmë në vitin 2004, gjatë vitit 2004-2005, dhe më thënë kam marrë pjesë edhe në trajnimin që është mbajt për shkolla për politikë, e ka organizu forumi i Shkupit, dhe pastaj pasi e kemi kry, pas një viti që është kry kjo shkollë,
kemi marrë pjesë në Parlamentin Evropian në Strasbourg. Unë atë periudhë nuk isha më duke u marrë aktivisht me politikë, por isha si kryetare e shoqatës mora pjesë, do më thamë për shkak se më herët veç jam marrë me politikë pak, por pasi fillova më tepër të merrem me OJQ, do më thamë ka vazhdu puna më tepër në OJQ. Por, detyra ime gjithmonë ka qenë dhe do të jetë që t'i motivoj vajzët e reja, të merren me aktivitete. Në zënëset me cilët punoj, gjithmonë mundojmë që t'i motivoj vajzat, jo vetëm me aktivitetet, të vazhdojnë shkollimin, të arrijnë pavarësimin e tyre, se vetëm me shkollim dhe me pavarësim ne mund t'a quajmë që jemi vetvetja. Domethënë, të shkollohen kurse si mos ta ndërprejnë shkollimin, sepse është hapi i parë për të arritur pavarësinë e vet. Unë e kam quajtur dhe e quaj vetëm feministe, luftëtare për të drejtat e grave, edhe pse ndoshta viteve të fundit kësaj fjalës feminizëm, po i shtojnë shumë gjëra të tjera të cilat nuk duhet shtuar. Është njollosur ose është po keq kuptohet në shumë mënyra, po keq përdoret. Po, për shkak se po keq përdoret, sepse feminizmi si fjalë është pavarësimi i femrës. Dhe aktiviteti jon qysh në lidhjen e gruas shqiptare ka qenë definitivisht feminist. Për çka? Për ta ndihmuar femrën të shkollohet, të shkojë përpara. Në që atëherë, do më thënë, kur është formu lidhja e gruas shqiptare, në vitet e 90-ta, lidhja e gruas shqiptare ka shku shtëpi për shtëpi, ka lobu me i lishu vajzat në shkollë. Për shembull, kemi Miqereme Rusin si kryetare, mund të gjendet çdo kohë në YouTube dhe të ndëgjoni intervistat e saj, që misioni i lidhjes së gruas shqiptare, grave cilat kemi qenë aktiviste, ka qenë shkollimi i femrës. E sot kur kemi shkolla, do më thënë, të obligueshme të mesme, kemi shumë universitete, pse femra me mbet në këtë kohë e pa shkolluar? Sado që gjendja ekonomike e saj tjetë e mirë, sado që familja e saj tjetë e pasur, femra që ka kry një fakultet, ka kry një shkollim, ka kry një fakultet, ajo ka nevojë me shku me e plotësu veten e vet në një punë. Me qenë zoja vetës. Mos me qenë mbarur për dikujt me ia dhënë një dinar, një shumë të hollash për nevojat e saj personale. Fundja, le të ketë për veten e saj, për fëmijët e saj, ose thjesht thënë në këtë kohë kur e dim çfarë krizë ekonomike kemi, cila familje nuk do të kishte dëshirë të ketë 2 rroga dhe ta ketë një gjendje financiare më të mirë për familjen e vet, që definitivisht bashk jemi gjithmonë më të fortë. Qoftë si gra, nëse bashkohemi për një ide, për një mision tonin, jemi më të forta. Qoftë si partner, kur të dy punojmë bashkë, kontribuojmë bashkë, ne jemi më të fortë. Dhe kjo na bën që ne faktikisht të jemi më të suksesshme. Dhe unë gjithmonë e kam thënë se, edhe nxënësve shkolla them gjithmonë, mashkulli është mashkull, është shumë mirë, gjithë shkollohen, sepse shkolla është prioriteti më i madh për çdo njeri, për çdo individ. Por mashkulli mund të punojë edhe punë tjetër nëse nuk gjen punë në qoftë në arsim, qoftë në drejtimin që ka, çdo lloj drejtimi. Por femra, deshëm apo s'deshëm, Zoti na ka kriju kështu. Ne kërkojmë barazi, bile shpesh herë kur e themi ne, se tash ndoshta nga një temë po lidhem në tjetër, por kur e themi ne festën e 8 marsit, shembull, ta marrim. Festa e 8 marsit thoni i takon komunizmit, po jo more, i takon komunizmit, ka qenë atëherë komunizëm, por festa e 8 marsit e ka mision, e ka pas të drejtën e gruas. Jo diçka tjetër, sepse në atë kohë, kur gratë janë çuar me protestu, me kërku të drejtën e vet, e kanë punu të njëjtën punë si burrat, si gratë, po janë pagu gratë më pak, vetëm se kanë qenë gra. Këtu është qëllimi, nuk është se ne po e festojmë një ditë speciale, ose si thonë, për ta minimizuar të drejtën që ti e kërkon si femër, pa hajtë se gruaja duhet të çmohet çdo ditë, po ne e dim që duhet të çmohet çdo ditë. Po ajo është ditë e cila ka mbet me ushënu, ka mbet me ushënu, por ajo ditë ndoshta shpesh herë duhet me na shërby neve si femra për të kërkuar të drejtën tonë për më shumë punë, për të kërkuar të drejtën tonë për me gjetë vendin tonë në shoqëri, në organet udhëhecëse, në organet vendimarrëse, për të kërkuar të drejtën tonë kundër dhunës ndaj femrave, se shumë mirë e dim në mediume, për shembull, spaku i kemi pa sa femra po vrahen, po dhunohen, po vriten, po masakrohen, nga kush? Nga burrat.
Vjen Dhe të keq. flasim të kjo anë errët. Sa ju së organizati mbështetni këto gra që unë uroj që në Maqedoninë tonë ose në vendin tonë të vogël mos të ketë shumë raste të tilla, po desha të di a vin gratë të drejtojnë tek kjo problem. Shife, tek ne konkretisht ne nuk kemi organizat e cila merret me dhunën në familje. Po. Ne me të drejtat e grave po, nëse na drejtohet dikush deri tek ne i drejtojmë tek gratë, tek organizatat të cilat që kanë SOS telefonat, që janë organizatat të specializuara për gratë që mbjetojnë dhunën. Po shumë problematike, pikës pari, të ne ende nuk flitet për dhunën, sepse dhuna është prezente kudo. Unë shpesher ndoshta edhe me nxënësit kur bisedoj ose kur ju flas ndonjëherë për këtë temë, ju them se nuk keni të drejtë as me e prek një vajzë pa e u dhënë lejen. Ajo. Jo më me ka për flok apo me ka për rroba. S'ke të drejtë dush ta pyesish pastaj ti se gjithçka është dhunë, edhe ajo është dhunë. Nëse s'ta ka dhënë të drejtën ajo. Dhe gratë te ne nuk flitet për dhunën. Ende është te ne në Maqedoni, po them, ende është tabu. Për shembull tani kam filluar nëpër mediume, për shembull, ta përmendim nëpër mediume që po dalin disa raste, po zbulohen faktikisht për dhunën në familje me vite të tëra gruaja është dhunuar për shembull nga vjerri, nga burri, nga të gjithë dhe rasti i asaj gazetares Liridona më duket që është. Liridona, po, mirë më shumë. e zbuloi rastin, domethënë se çfarë ka ndodhur. Fatmirësisht në Gosivar, tani një shoqate grave, një shoqe imja që punon në atë shoqate dhe ka qenë dikur pjesë e lidhjes së gruas, e ka bëj një shelter qendër, domethënë ku gratë mund të paraqiten edhe mund venjar të vendosen në ato shtëpit për pranimin e grave që janë të dhunuara. Tek ne faktikisht është një procedurë që ende shkon për shembull të themi që gruaja shkon paraqitet në polici, pa hajtë se s'pas kam miq se të pas kam shumë një shpirt. Vërtet. Ose shkon pasi është paraqit në polici, shkon në qendre sociale, pastaj atje është një procedurë tjetër. Sa më shumë që të zgjatet procedura, ma vështirë vihet deri tek qëllimi. A mendon që shteti nuk po i merr parasysh? Nuk po i marrin seriozisht. Apo ndoshta gratë duhet të luftojnë më shumë për gratë duhet të luftojnë më shumë, fakt është që duhet të luftojnë më shumë, po nuk po edhe shteti ose organet shtetërore nuk po i marrin seriozisht rastet. Sepse thash në fillim thot hajtë se nuk kanë abobeti, po një grua për ta marrë kurajën dhe për të shku për ta paraqit dhunën në familje është të jetë guxim i madh. Sepse ajo duhet me mendu që edhe pasi e ka paraqit rastin, a duhet më kthy prapë në shtëpi. Edhe mundet me ju dyfishu dhuna pastaj. E sikur shteti të ketë mekanizma që të ndërpritet kjo lloj dhune, të ketë për shembull të parën e kur paraqitet gruaja në polici, më njëherë të jetë në mbrojtje, atëherë do të ishte më ndryshe. Po e them që shumë pak flitet dhe shumë pak raste paraqiten, por ndryshe dhuna ekziston. Dhuna ekziston, fatkeqësisht ekziston dhe e dikur e zbulojmë na dhunën, vetëm kur të vritet një femër, fatkeqësisht. Dhe kemi raste. Tashi, këtu mund nuk është rasti vetëm për shembull në Kosovë që kemi shumë. Mendoj që ishte e fundit 59 të vrara, që është fatkeqësi shumë e madhe. Por nuk mund të themi që kjo nuk është rezultat i luftës. Është edhe rezultat i luftës, sepse në një shtet ku ka pas luftë, aty mas një periudhe shumë më gjatë mund të ndodhe dhuna, sepse njerëzit të cilët e kanë kalu një dhunë, ato pastaj mund të jenë dhunus të ardhshëm, mund të themi. Dhe jo rastësisht, ka njerëz që kanë me trauma shumë të mëdhaja, ka njerëz që definitivisht kanë pas nevojë ndoshta mu trajtu me trajtime psikosociale, nuk janë trajtuese. E di si themi ne, hajtë se mbaroj lufta dhe u kry puna, nuk është kry puna. Pasi të mbaroj lufta, fillon lufta me vetën dhe edhe me shoqërinë. Kjo është një problem shumë i madh që tek ne, domethënë, është prezent dhe njerëzit kanë janë ndoshta nuk e mendojnë. Po unë personalisht kam marrë pjesë në trajnime për psikosociale dhe më kujtohet sikur tani në një seminar që pa ta marrë pjesë, bisedojshte atëherë Kroaci pa të mbaru lufta. Ishte lufta në Kosovë. Dhe tregonin për rastet që kanë qenë për shembull ushtarët që kanë qenë në luftë. Thoshin se nuk është mirë që ato njerëz t'ju japet një pension edhe t'i lish me nejt. Ta anashkaluar. Jo mendej, po ta anashkaluar për shoqërisë. Sepse ato njerëz kanë përjetuar shumë trauma
Dhe ato herë kur dojnë nxjerrin në sipërfaqe, a kur janë me njerëz, ato socializohen. Duhet me i socializu, jo me adhon një penzion edhe me lanë të nashkaluar. Nuk gjelen në traumat të cilat i kanë me pas, ato munden traumat vetëm me u hesht, po jo me u shëru. A kur njerëzit janë socializohen, janë në mesin e shoqërisë, janë të angazhuar me punë, ma le të kalojnë edhe traumat, ma le të kalojnë edhe dhunën, ma le të kalojnë gjitha. E prandaj, më kujtohet, po them ky rast sikur tani se duhet menduar shumë për kthimin e gjendjes normale të njerëzve pas luftës. Prandaj, edhe në Kosovë ende ekzistojnë organizata jo qeveritare, të cilat kanë punu shumë me gratë edhe punojnë edhe kanë punu shumë. Pastaj ato e kanë një rrjet shumë të zhvilluar të rrjeti grave të Kosovës që është jashtëzakonisht i madh. Është jashtëzakonisht i aktiv edhe që punojnë mjaft me gratë. Unë uroj domethënë por fatkeqësisht po ndëgjojmë çdo ditë gratë dhunuar edhe të vrara. Fatkeqësisht të cilat pastaj po dalin njerëzit që i kanë dhunuar me dënime minimale. Por kjo flet për një shoqëri e cila fatkeqësisht po e them prap, është e korruptuar shumë dhe nuk po i çon proceset ashtu siç duhet. Fatkeqësisht viktima po mbesin gratë. Po. Dhe aty ku është viktim gruaja është viktim edhe familja sepse shtylla kryesore. Shtyllë kryesore e cila nuk mund të ekzistojë pa një shtyllë tjetër të burrit, se dy shtylla më mirë e marrin familjen, po fatkeqësisht viktimat kryesore janë pastaj fëmijët të cilët edhe përjetojnë dhunën, po edhe pastaj mungesën e prindit, po mungesën e prindit tjetër sa i burri gruaja po vrahet nga burri. Fëmijët të cilët dëmtojmë siç i kesh. Fëmijët po mbeten me traumat të cilat mund t'ju zgjatin gjithë jetës, fatkeqësisht. Asnjë vërtetë për mua kjo bisedë vazhdon edhe më shumë, edhe e di që nuk ka mbarim gjatë. Do ta mbarojmë sigurisht. Duhet biseduar shumë për këtë temë dhe mollësisht, po uroj që edhe ndonjëherë tjetër do të kemi mundësinë të jemi pra bashkë dhe të diskutojmë, ndoshta edhe në një grup më të gjerë grash dhe të kemi një bisedë të këndshme së bashku. Unë desha të di nëse keni ndonjë mesazh për gratë, në veçantë për rinin. Për rinin, atë që e them çdo herë, punoni, mësoni, shkollohuni, bëhuni vetvetja. Gratë, gjithashtu punoni, aktivizohuni, jepni gjithçka nga vetja juaj për juve, për familjen e juve, sepse kontributi juve është kontribut i juaj për veten tuaj, për familjen tuaj, po edhe për shoqërinë, sepse deshëm apo s'deshëm ne jemi individ të cilët jemi pjesë të një familje dhe pjesë të kësaj shoqërie. Dhe çdo kontribut i joni pozitiv do të ndikoje si për veten tonë, po ashtu edhe për familjen, po edhe për shoqërinë në përgjithësi. Unë jam shumë e lumtur që niveli i pozicionimit të grave është në rritje, punësimi i grave është në rritje, uroj që të vazhdojmë një trend edhe më të madh, që gratë të kemi në organit udhëheqëse, edhe më tepër të kemi, edhe më tepër edhe drejtoresha shkollash, edhe funksionerët, sepse ku e di kam një besim se gratë mund t'jenë udhëheqëse të suksesshme. Uroj dhe shpresoj edhe unë të njëjtën. Faleminderit. Unë nga zemra ju përshëndes edhe ty Bjondina, po edhe drejtoreshën e juve që ka marrë një iniciativë të tillë për një televizion ku do ketë dhe uroj të keni edhe më shumë gazetare. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë. Unë të falenderoj për vullnetin që jep, shembullin që je, gruan që je. Faleminderit shumë për çdo kontribut që bëni për shoqërinë tonë. Edhe shikues të nderuar, kjo ishte tëra që edhe ne kishim përgatitur për juve sot. Me mua do të shihemi prapë herës tjetër.